Nga Kumanova në Zvicër, një rrugtim i gjatë i mbushur me sfida, sakrifica dhe suksese. Kjo është historia e Irfan Kadriit, i cili prej vitesh jeton dhe vepron në Lys të Bernit. I larguar nga vendlindja që në moshën 17 vjeçare, ai nisi një jetë të re në Mërgim me shumë ëndra dhe sfida. Sot fal punës së palotshme dhe përkushtimit, Irfani është një biznismen i suksesshëm, duke menaxhuar 3 biznese të frekuentuara, 2 kafiteri dhe 1 pizzeri, ku çdo ditë mirëpriten klient nga vende të ndryshme. Po përtej suksesit, zemra e tij mbetet e lidhur fort me vendlindjen. Me emocione të thella dhe shpeshherë me lot në sy, ai kujton momentin e largimit nga Kumanova dhe mallin që nuk e ka lënë kurrë. Vendin nuk e harroj asnjëherë, aty kam rrënjët e mia, shprehet ai me zë të dridhur. Unë e du Kumanovën, s'muj me hek kur, unë me mujtën, ma shpesh shkoj, ama ja, po, nuk bjeve koha, që me thonë? Shumë. E veçanta e kësaj historie është se dashuria për vendlindjen është përcjellë edhe te brezi i ri. Fëmijët e tij të lindur dhe të rritur në Zvicër kanë një dëshirë të madhe për të vizituar vendin e babait të tyre, për të njohur rrënjët dhe për të ndjerë nga afër atë lidhje të fortë që ai mban në zemër. Nga Lysi i Bernit, kjo histori dëshmon se suksesi në Mërgim ndërtohet me punë, por zemra mbetet gjithmonë në vendlindje, një ndjenjë që trashëgohet brez pas brezi. Unë vi nga Kumanova, qyteti, jam i lindur në qytet, jam viti 74, deri vitet e afër të 90 shkollën e kam kryer atje, edhe jam konën si i ri në një drejtimin tem, kam mësu zanatin tem, por u dash me dal viteve 90 me këshi diçka ma shumë, ma mirë për jetën edhe tham, po, ser të erdha si vizit, viteve 90-ta, dhe në së në sigurova ka dhe në vitë 90 vazhdova për Gjermani. Edhe mo, prej viteve 98 jemi kthik prap, mas tabel jemi kriju ka familje, prej vitit 2004 jemi këtu ku jemi sot në jetë. Fillimi vitën e seve për marrë dhe jam konë si vizit e familja, edhe svitet ma të këshia të mjetë jam konë në viteve 91-90 në Gjermani. Ade ka qenë pak ma problem, se jam konë turist, nëzes, pa dokumenta, ka qenë shumë shtirë. Ama jam konë s'kam pas për i keq, shtirë kam ka njerë, shumë kam qenë në shka mujt me përballu ato rrezikin apo kufina, meneta gje, konë Gjermania ashpër. Nacioni konë, ligji konë maj ashpër. E unë i kam përballu si jam tut. Shtirë me një sfit qeter ka zgëzohet me bohen. Ama i rivi, po i nejna po tham gjenat e mija. Shumë e të shok të mi që kena dalë nga jashtë vendit jemi konën me do sfitat pjeku. Edhe tham, ka njerë habit në kam se kena bo ata, ama s'kam frigu pra. Po të në, a jera dhe funda mu këthihen, se në gjetën vend. Po e kam, drejtimin dem e kam libën e si fëmi rëndimi. Në 91 kam punu në zanatin dem si ingjiros i makinave, ama se mujtë me mu adaptuen edhe ika dhe vazhdova si thërë në Gjermani. Në vitin 98 kam ardhën, kam punu në vendetur, Sirit, edhe
kam pas një kombinim si ndimës me gastronomia. Edhe amona ka kam ti që shtu po derë. Kam dashtër paj para të hiki ma shpejti. Qatë qëllim e ka po. Mës të mritën fëmija ka, po të shkoj të bajnë të realizoj atë që kam dash me bo. Po, shkune të rodë vetë. E gastronominë duhesh me dasht, se sa vesh të sukses. Duhesh me dash, duhesh me më konin me se vinë shumë njerës. As njerës e ka vë qefin ta. Këti kanë qefat e vetë po, hujet e vetë edhe po, edhe me probleme vi. Me ato duhesh mu përballu. E une si ri kam pasën shumë motivim, edhe kur ka marrë dhe s'kam frigu heq, për se kam njësë që shtu po du me artë, shtu nëse kam ditë që po i, ne kam dash punëtor me neti thjesht. Amo, tu provu, falu këtu, amo, me disiplinë të madhe. Me disiplinë të madhe, jo një ditë, jo 2 ditë, po 7 ditë një javë, edhe ato orë kanë qenë veç fillimi, po ka qenë ditë që kam netër 15 orë, 20 orë. Kur këna pas festës, su numru më sa orë. Po si edhe ashtu në fillova, jam kon ambiciosë. Kur nisja me punu, thash, kanë dhe qka për mua. Unë po knaqen me këto njerës, këto po më shërben me një pusqevshje, me një... Unë kur pi përshëndetit, po përshëndesin mua. Edhe po ma kthejnë atë mirën, po edhe po më thënë falenderit. Po unë edhe për marrë dhe një rogë për këtime, si një fitim edhe ma shumë. Edhe fillum në atë vitin 2004, po, banëm një lokal, po, ati vazhdum një 7 vite, e betëm në lokal matë malë, hinëm atë njerë miqeratën, e vazhdum e blejtëm, po. Edhe të ne pia atihit, unë e mora atë fuqinë punës, po. Edhe vazhdum të në edhe në kry qytet shumë berë, po edhe agje vazhdum, po ama agje rando sfidet e botën që e zonë, veç muë. Problemi me Covidin, luftat e Ukrajina. Do të merret maja. Me motivimin e për herë, më hershëm, po, i kam netër shumë gati, së kom këlla. Edhe në, kur vazhdova, u largum për age e shqitëm, kur vazhdova këtë dhe në nisën do qera, po, u pjekam duket ma shumë, u bona ma i fort se shakesh. Në duket më ka ardha jo motivacioni i punës më këtë ma shumë si ka marrë këtu. Edhe në morëm edhe këtë lokalin, po... Edhe i kështë mërtu në Gjuhë Shqipe, Bolero... Qako, të ne morëm, e banëm edhe një edhe lokal, thash do të jes me bukës do të punoj mo, për kongrazi i kam gjem në këtë drejtim, të di gjem i kam kryme me shkolla, kanë diplomu këto për kuzhinjera, edhe jam koni motivum për këtë punë shumë, ama unë thash, ma restorana nuk pojmi. Na si pojmi me kafe, me pije, pak. Ama dhe ta përcjell me këta ku do të tjerë kujmë në shojnë, ama jo me restoran. E që shtonë. Qka e dallon këtë vend prej veneve tjera? Cila është ma e mire? Shumë. Unë kam punuhën shumë, kam punuhën në Hamburg, kam punuhën në Berg, kam punuhën Cere, Winterthur. Unë këtë vend e du shumë. Unë e lipi fëmirin teme ka njerë edhe këtu. Se njerëzit u mderojnë shumë, u mdojnë shumë. Jam shumë i respektushëm të kipopo. Jam për 2004, ama shumë kam ku të dalë për kësoj lokaleve mija shkoj dikon, me morë dikon një të hujnë, thojnë, më sikon të një sportisti i malë që të njohi, po jo, po në jam veç gastronom, u mdojnë. Më respektojnë shumë edhe që ha dalimi këtine poplit këtu me dalim si sande. Këtë lokale ka të veçantë,
keqim në pi ora 7 mëngjesit deri ora 12:30 natës. Ki lokali ka klientët e vet ditës, njerëzit që i nalën pinë kafe edhe hecin njerëzit me takimet punës, po. Më shumë ato i ka, mrena ditës, po. Fillon të në mazditja me këtë përmeni një fjallë, me dalë me të pa edhe mu pa. Edhe thoi, edhe është për me shumë në qendrë, unë pinë 2008 këtu i kam nejtë gati i lokalit. Po, edhe e kam shërbi këtë pronarin me një lanë që jam i interesu mësë më largo muaj këtu. Edhe, amo kur ta është jaj me dalën në isha vetë, edhe a i kishtë problem, edhe unë isha me problema, mësë më largo për cilit, lenë cilë, isha i unë me artë të në. Po, 2023 në të në gje shita, 2024 në në erdha e dishe se ki lokal është, e ka një aftësi, e mbramje është ka, e ka një multikulti. Po, Kejta. kulturat ndryshme. Po, bile si kena ardhë na, bile si kena ardhë na, jeni na vinë edhe shqitash. Po, Jam i knaqë, seriozisht, rinia e kena shumë të shnosh, rinia e kena ka shumë të shkollume, nuk ja e rinia, s'ku shem konone. Jo, rinia e këtujt është, unë e një vetën krenar me rinien tonë. Unë foli shumë foli me këto vendas, thamë, rinia jonë është ka shkollume, këtë janë shkollume ta, s'ka pa shkollë, këtë janë me drejtinë. shumë e mirë, kjo ka përparu shumë prej korave kur një kanë, po edhe ta shrinia. Për para s'na dëshin në kushim lokana për shqiptarë, s'na dëshin. Nuk e di si pse u konë kjo monotonia time. Unë i du, unë i kam qef mi pahën. E ka një gajlë, babalarët e atine, rinja atine e kanë i përcilun e si fëmit e me, i ngollë. Po, unë i kam 3 fëmija, ama to 3 janë me drejtime. Ti kishe me gjatë. Fandit, ama unë kam qef, zoton për veti. Jo, unë e me to. Edhe gruja thot, piranon shumë, thot. Unë tham, jo me sam të veç me punë, veç punë. Punojnë shumë, punojnë po. Ka nërë juve 7 dit, ka nërë 5 dit, 6 dit. Amo i kina ato tolerimet e tonë familjarë. Amo nuk e kanë ata në që kam pasë. Unë s'du mja vonë. Po. Unë sot hala as me non temë si jam ndihem bo. Po, unë mungon shamas. E këto i kanat e të mirë. Ata i thamë, jo i kini te për punën, veç punën. Amo kur që veç punën, unë i kam pasën. Edhe shumë gajle tjera. Sa jemi te Kumanova, sa shpesh e viziton dhe ligjen edhe atë merë malli për atë vend? Kështu. Me mujtër, ma shpesh shkoj, ama ja, po. Nuk bje dhe koha, që me thonë? Shumë. Qysh është një ditë e zakonshme kur shkon Kumanov ti? Sa i shijon? Ja, Kumanova. Unë kam aget la, motë, babën. Ato më kujnë mua, ti e buhan një program me kena pasën për parshme. A mi thënë, ti e buhan si branki, ku po vend ti për të mjedhën krejt. Amë unë i du, e pëson ledhen në dhe. Ato kur të mori vesh, ka ardhe Dajefan, ka ardhe Gjafan, me të vërtet. Po, unë e më ledhe atë familjen. E të ne e bojmi si troq, ka të shkojmi, në gjdo mbramje, vazhdojmë të njën të qëtë. Ato thoi, shkoj Irfani, shkoj Mishlizë. S'pëna thërë kërkosh, s'pëna ven kërkosh. Edhe e vërtet, po, ki shofën ato, apo shkone, apo shivëni. Jo marrë qfarti, kur vjen ti në më ledhë neve, se po, nuk janë ato, nuk kam asi familjarë që më dojnë muë. Po, për të kuptaj, për interes, po. Për edhe, jo. Ato e shijojnë atë knasien, kur të shkojone. Edhe grujen unë e kam, edhe e thot, si të jo, qytetit që është ka të shumë njerës, asë në katën s'kina po. Amo te jo ti, po, si jam marrë në qështu në e kam po. Unë kur shkoj marrë me, po i kam pas halët gjallër, po ada i mdosha halët, motret, mesët. Mu të shmallë në krejt. Ade mi u marruhën diçka flinja, po diçka. Po, ajo mu më knoqë. Unë i kam 2 gjeme një qikë, po,
Të ditë e dojnë, të tretë e dojnë. Po mu shumë banë ma shumë krenari, kërë thot qika jeme, unë e babë jam garec. E unë e kam i miqa gje, po jo për ata, po e miqa, kitë mi dojnë fëmija, ma e thot, që ki mësu fëmije në haqës me thonën, po, këto tonë besë din ku asha i katuni jonë ku kam lindu në, ti jap ki mësuen. Po me siguri ju ke folë, ju ke tregu për vendin. Po, unë i kam qu si fëmi, unë minimumi 3 herë në veti i kam quën. Vetë s'kam ujtë me shkuhën. Amo i kam obrujt balonin, nonën e kam gjallë, babën e kam gjallë me shkuhën. E atë e dinat vend, e dinat të qoshët, shpijës, po, shkojmë, e dojnë venin, po. Jo, po, njën, unë përvam për qikën, ajo ma e vogla, ama e mu mba një krenarit ma, dhe të unë jam garec me si babë. Po, edhe unë s'kam lindu në garë, nga në qytet, afër qendrës, po, pash në qendrë, po unë s'kam me atë katun e babës, amo ajo e një farë krenarie pi muë, edhe mua ajo më thot, ka diçka. Mas kër e cekëm koronën, jam binë koronën, si kam thonë kjo ka ardhën fundi në ndërmarjes. Me ndërmarë diçka mu konë ndërmarë. E unë e kam po, nga thonë, e kam lutë zotin, se që dalë, po, pa një therë, kom, qëkoj të punoj dikun në mëngjes, vinë mbramet, qëjtë e familja, po, por edhe shina dhe gjallin e kam pas atë mallin me vetin puna, ti. Jemi konë shumë me sfida ti, edhe u pat nga dështu, po. Amo mua, më duke që korona më boni, Hajre. Në kujti, më ka dhonën më shumë motivacion. Vjetë pat në thonën, nuk bajmo. S'punojmo që to që e kemi qëtë lokale, nuk përbojmi, po du më shumë të shpia, të gruja, të familja, t'i priti fëmija, po mben dikush, me shku dikun. Po jo. Po, i normal jetë. Po, i unë të jo, po. Po dhe puna e mban njeri unë, dhe me puna shpa. Unë jam i motivun për i Svizarën, kër i shok këto me 7 vjetë, shkojnë të punët e veta, të firmët e veta, për para unë kam kesh, t'i bajtë sukur që kisene ta. Unë e veç nga përpushimë ati. Për deri sa të punon shëndetje, atër pse mos në punon. Unë e një vetën, unë jam i hershëm, në si fëmin, në në jemi edhe ge plin. Në si fëmi, kina pas shpërejver po. Po. Visha pi Gjermanijës, unë jam kalësha shporeti, jam vajsha qajin, kërë të qëshin ato, sati 8, unë e pin 6 e gjysë në 6 i qu. Kam dash më në gjysë. Jam i hershëm. Edhe këtu, qështu ka vazhdu të une. Mu kam thonën ma mirë që kjo ma e shnetshme është. Edhe ki ma shumë, unë e shojë ditën e hershmet. Për mbramje, për atë arsye jam largu pak, po, shti kemi nizme do tjera se në më morën, po, e përna nëziton ditën, e asojnë punës ma shumë ditën, po kemi ma shumë bu kam lëvizje me ditën, e mbrame dhe nështi... Ma mirë me pushu pak. Po, gjdo mëngjes si qohën, më si bëjnë vetës me dorë për mas, se bëhet nesra mirë. S'ka mirë, mirë bëhet, në ime më ka thonë t'i shka. Hecë se mos badi hava, a mos rri badi hava. A mos shko rri hecë, shetit, rri më një vend. Theu të mas, mos rri në qatë vend ku i konë mëngjes, se badi hava s'van me netë. Edhe unë e kam mësu atat, po, isha i ri, 14 vjetë. Se disha me dalin, dësha me shkunën e... Andra ime ka qenë, se ceka andra ime ka qenë më bunë kamarjerë. Kam pa ondrën, kër ishim që ato përballë spitalit, u ku një restoran një shtetit, të hotel Kristalli, kër ishim ato kamarierët, me kravat, me kordele, përshë, o Irfan, kur do të bosh që shtu, kur për shepti. Edhe shkoja, u kallë situatën Ferizaj të shkolla, babajmë për gjërë, s'kam gjallën e me mamit. Okupatori, ti kime shku me kriza natë kallët e me muë në fush, me kishim me pas Po toke, fush. Përshë, do të prishet janë rejme, shka do të bajnë une? Që, koha. I cili jam, po për s'kam dashën me dalën, apo këtu,
udhaju mundësia dhe e shfrytëzova mundësia. Mirë shumë. Po, si u thash vinde tur, kam punu paralel, ama s'kam punu se s'kam pas të marrë me pisoj punës. Kam pas dhe një frank tepër në gjë. Amo jam morë me kerasenje. Në për fabrika dhe më punu. E kur më dha mundësia në bërë, dhe nëne, për mes televizorit i bajt fala gjithve atimne që dojnë venen e vetë. O mësë menojnë që i vetë Zvicrë ka dishka. Ka mas ka të shkojsh. Ku të shkojsh ka dishka. Amo si mësë qosh më njës me atë eufori, me atë motivacion, mësë përnoni veç për shumë. Po edhe për pak dhe dhe. Irfan, si që tregove edhe pak ma herët se i ki edhe 2 lokale tjera. Na trego pak edhe për këtë lokal. Këta kemi prej vitit 2014. Tu kena filluan që është si fillestar. Tu ma shumë shes me kafe mëngjes, prej ora 5:30 mëngjesit. 3 ora 6 të kena pas, po vitin e kalum kena qela diçka afër këtij lokalit edhe ja kena zgat orarin. Kena bohën deri në 1:30. Sa është e vështirë mi menaxhu këto lokale? Sa kollaj, po ndihmën e familjes. Kam gjem të angazhum të ditë, se veç s'mudi për më aktivist. Ama i kam gjem rregullisht këtu, po njoni rrejanena ku kem, njoni riktu të ndrohen, po qëta javë ndrojnë orarët ato. Unë si përzina, ja kanë lonë, unë i mbishiri, ju një moj, a me thonë drejten, ato janë ma përgjes për këto. Unë ju bi materialin, shkoj ja organizoj, ja bi. Për para më kam punuhën në këtë punë, kër kam hi fillestar, unë dashën mu lutën, me më konën e ma lips, ma shumë angazhim ka pas për punëtorin. Shtash u po për kundrëzi, shtash u po shefi të punëtori, a ka mundësi me arme në animuën se kena pushime për një punëtor në mungon, që kjo u boshti u aktivizuën, ama janë këto sfidet e mi ndërmarsit. Nuk do me thonë që unë do të dështoj, dështim s'ka, po nuk ka, po, shash për punëtorin e ma mirë, për punëtor. Kafën e gjithë e du se më vinë krejtë. Kur të më vinë krejtë, unë shkat të më je për shati, unë, a do më thonë... Të na e shion ma ndryshe. A do më thonë, po shkojnë po hajmë dartë. Unë tha, mobe më së më hekni, përse s'jam i hajë, si njam, po, edhe do më thonë, ti me të lomë veshë e to ti stepi ku manohës. Që salë, po, i kam bo ato senet e mija, gje kam qef, gjdo moment të shioj. Sa po të merë me pregadit një pizë? 1 minut afër shkon. 3 minuta shkon këtë bashkë me plek. A pëlqen me bosën? Po, ma mirë, ma shumë, ma shpesh shkon koha. Çfarë pizë e të pregadit tash? Jena të bo një margarita. Tu ke restorani Linda, konkretisht, cila është pizza e ma preferumja e klientëve? Ka shumë që i preferojnë me prosciutto dhe me salami, preferojnë ma shumë. Çka ka të veçantë, cila pizza ka ma të veçantë? është pizza Linda. është me tomaten, me pomodor të vegjël, bazilik edhe mozzarella bufalës.